Hani një grusht ara në mëngjes dhe prisni 4 orë. Ja çfarë ndodh. Për të parë të mirat e arave në organizëm, duhet të bëni pikërisht kështu. Në mëngjes, pastroni 4 ose 5 kokra ara dhe i konsumoni pa shtuar gjë tjetër. Natyrisht që do ju duhet të praktikoni disa ditë me radhë për të parë rezultatin. Ky frut i thatë, ashtu si edhe të tjerët, përmbajnë yndyrra të mira dhe nëse konsumohet në sasi të moderuar, është në gjendje të normalizojë yndyrnat e këqija që janë akumuluar në trup. Pastrimi nga këto yndyra jo të mira mund të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe nivelin e toksinave dhe të kolesterolit. Konsumi i arrave vazhdimisht çdo mëngjes mund t'ju japë më shumë energji përgjatë gjithë ditës dhe të sigurojë trupit të gjithë elementet e nevojshëm ushqyes. Ndaj mos nguroni që ta bëni pjesë të vakteve tuaja edhe konsumin e këtij fruti të veçantë për organizmin.